Unë shpresoj dhe punoj çdo ditë dhe kam shpresë që me 11 maj një pjesë e mirë e shqiptarëve do të votojnë me mendje, jo me zemër, jo me tifozlik. Kam shumë shpresë, kam besim. Kam besim sepse e shoh edhe në takimet e përditshme. E kam besim që 11 maj do të jetë fundi i politikës vjetër 34 vjeçare. Do të qahet sistemi. Nëse do të arrijmë këto, jo vetëm ne, por dhe koalicionet tjera të reja, unë kam shprehur disa herë t'ju apoj rruga e mbarë, sepse ka ardhur momenti që jo vetëm dinosarët të mbisetojnë politikë, dhe mbaj me një shprehje para se shkonte në Burg Ilimeta, që thoshte edhe do më keni këtu dhe 20 vjet tjera. Pra para se shkonte në Burg, pra unë do t'jem politikë dhe 20 vjet tjera, se ky tjetri i boni 80 ca, dhe ky kaloi 60 dhe ne vetëm këta njerëz. Unë shpresoj shumë që qytetarët këtë radhë do të bëjnë ndryshimin dhe kjo do të jetë një fitore për demokracinë në Shqipëri. Pra, për fitore është luftë kundër korrupsionit, do të jetë një fitore e kundër shpopullimit të popullsisë, që të mos vitë na zëvendësojnë vendet e treta.